Përshëndetje shenja Luanit, kjo është panorama javore. Kjo javë nis në një ambient të mbyllur, me kartën dhoma familjare. Ju jeni në një hapësirë ku gjërat nuk janë për publikun, këtu ndodhin biseda të rëndësishme, mendime që nuk ndahen lehtë, ndjenja që ruhen. Është një vend ku ju reflektoni çfarë është e vërtet për ju, larg zhurmës së jashtme. Por kjo kartë tregon edhe që një pjesë e situatës po mbahet brenda mureve, pa u shfaqur plotësisht. Nga kjo hapësirë e brendshme, rrëfimi zgjerohet me kartën komunitet. Dhe ajo që ishte private fillon të marrë një dimension më të gjerë. Ka njerëz të tjerë të përfshirë, ndikime, opinione, një rrjet që ndikon në rrjedhën e ngjarjeve. Ju nuk jeni vetëm, por kjo sjell edhe një tension të heshtur. Sa nga kjo situatë po ndikohet nga të tjerët dhe jo nga dëshira juaj e pastër. Në këtë kontekst shfaqet edhe karta burri i pasur ose burri me ndikim. Ky është një figurë me peshë, dikush që ka kontroll, stabilitet ose ndikim, që mund të jetë ndikim material apo emocional. Por kjo kartë nuk flet vetëm për pasuri, flet për pushtet dhe pozicion. Këtu lind një dinamik. Kush ka fjalën e fundit, kush vendos ritmin. Energjia lartësohet më tej me kartën nderi lart. Dhe kjo është një kartë shumë e fortë, sepse kjo kartë sjell respekt, ngritje, një lloj kurorëzimi të një procesi. Ju mund të ndiheni të vlerësuar ose të vendosur në një pozicion ku duhet të mbani një standard të lartë, por kjo vjen edhe me përgjegjësi, të qëndroni në nivelin që ju kërkohet. Pastaj vjen një pritje e heshtur me kartën pritja. Kjo është një nga kartat më delikate këtu. Ajo tregon se diçka është në ajër, një zhvillim, një vendim, një rezultat që nuk ka ardhur ende. Ju jeni duke pritur, por kjo pritje nuk është e qetë. Ka tension, ka shpresë, ka edhe një lloj ankthi të brendshëm. Është si të qëndroni në një prag, duke parë në horizont. Në këtë pikë shfaqet edhe karta me personin zyrtar. Dhe kjo është energjia e rregullit, e strukturës, e vendimit formal. Nuk ka më vetëm ndjenja dhe pritje, këtu gjërat konkretizohen, dikush merr një rol autoritar ose një situatë kërkon që të trajtohet me seriozitet maksimal. Kjo kartë ju kërkon të jeni të disiplinuar, të qartë dhe të përgjegjshëm. Dhe më pas, si një figurë që përmbyll gjithë këtë rrjedh, shfaqet karta burri pjekur. Kjo është një energji shumë e rëndësishme, nuk është impulsive, nuk është e paqëndrueshme, është e menduar, e përvojshme, e qëndrueshme. Pra ky person, që mund të jeni ju vetë nëse jeni mashkull, ose dikush pranë jush, ky person është ai që e kupton peshën e situatës dhe nuk vepron lehtë. Kjo është pika ku gjithçka filtrohet përmes maturisë dhe mbi të gjitha qëndron besimi. Pra, jo një besim i verbër, por një besim që lind kur nuk keni më kontroll mbi gjithçka dhe megjithatë zgjidhni të mos dorëzoheni. Ju jeni duke kaluar nga një situatë private në një realitet që ka ndikim më të gjerë.
Mos lejoni që zërat e jashtëm të mbysin të vërtetën tuaj të brendshme. Ju duhet të mbani qëndrimin tuaj me dinjitet, sepse ajo që po ndërtohet kërkon standard të lartë dhe ju jeni të aftë për të. Pritja që po përjetoni nuk është bosh, është një fazë ku gjërat po vendosen në vendin e tyre, edhe nëse ju nuk e shihni ende rezultatin. Kur të vi momenti i vendimit, ju duhet të veproni si burri i pjekur, jo burri i pjekur në furrë. Pra, burri i pjekur, i maturuar, me qartësi, pa impuls, pa u lëkundur nga emocionet e momentit dhe mbi të gjitha, mbani besimin. Edhe kur nuk keni të gjitha përgjigjet, ju duhet të besoni që kjo rrugë po ju çon drejt diçkaje që ka vlerë reale për ju. Paçim!